Shikoj, edhe detyrimi I prindit për fëmijën ka limite, sepse unë mendoj deri në moshën 18 vjeçare që duhet arrisi. Pastaj kur fëmia të jetë I aftë për punë, të dalit punoj. Nëse fëmia ka probleme shëndetësore ose gjë tjetër, duhet ta ndihmoj gjithmonë. Ama nëse fëmia është I aftë për punë, duhet të punoj dhe jo pastaj pas moshës 18 vjeçare ose derisa të marrë universitetin. Po edhe kur marrë universitetin punoj, por gjithsesi, pastaj fëmia të punoj vetë, më kupton, dhe jo të presi ti bëj shërbim prindi. Sepse ka edhe zhvatje që bëjnë fëmijët ndaj prindërve. Dhe ti thua ti mbaj fëmijët. Atëherë unë mendoj që çdo njeri që planifikon të sjellë një fëmijë në jetë, duhet ta marrë parasysh çdo gjë, që atë fëmijë të arrisë vetë, kujdeset vetë dhe të gjejë mënyrat e veta dhe jo ti varësh shpresat te prindërit e vet ose te vjerrit e vet. Sepse unë shoh shfrytëzimin që ju bëjnë nuset, vjerrat vetveta ose prindër vet. Pra, I shfrytëzojnë ato për të rritur fëmijët e vet. Tani, logjikisht I bie që ai që është I moshuar dhe ka dalë në pension, ka plotësuar vitet e pensionit, ka dalë në pension sepse nuk ka mundësi të punojë më dhe është I pamundur fizikisht. Sepse nëse ai do ishte I mundur fizikisht, nuk do dilte pension 65 vjeç ose 63 vjeç, po do dilte 100 vjeç. Pse ka dalë në pension, ka një arsye, sepse nuk ka mundësi. Dhe fëmijë sjell në jetë një fëmijë deri në një moshë të caktuar, deri 50 vjeç, deri 45 deri 50 vjeç. Tani, ajo ka një arsye pse nuk I lind fëmijët femra deri në moshën 70 vjeçare, sepse nuk ka mundësi t'i rrisi. Dhe nëse ty, vajza jote, të sjell fëmijë që t'i rrisësh, ti e ke bërë ciklin e jetës tënde dhe je pamundur të rrisësh fëmijët e fëmijëve. Më kupton? Pra, fëmia jo duhet I rrisi vetë dhe jo t'i rrisi gjyshja dhe gjyshi, sepse ky është shfrytëzimi që ju bëjnë nuset vjerrave dhe vajzat prindërve, sepse I bëjnë fëmijët dhe shkojnë e ja lënë mamas për kujdeset mamaja, ndërkohë që mamaja është e vjetër për vete dhe nuk ka mundësi t'i shërbej fëmijës tënd. Dhe këtu pra del egoizmi I fëmijëve, në pa dhe egoizmi I nuseve. Sepse po t'ishte për të bërë fëmijë 70 vjeç, do ta bënte vetë ajo. Po Zoti nuk ja jep mundësinë femrës bëj fëmijë 70 vjeçe, sepse nuk ka mundësi ta rrisi, sepse nuk ka mundësi fizike, është e pamundur. Si pretendon ti të kujdeset dhe të rrisi fëmijën tënd në mënyrë absolute? Fëmijën e ke bë vetë, arrit e vetë. Marri parasysh të gjitha gjërat. Zëre se mamaja nuk është fare, zëre se vjerra nuk është fare, pra për fëmijën tënd duhet kujdesesh ti vetë që e sjell në jetë. Pra, unë si prind kujdesem për fëmijën tim, fëmia im të kujdeset vetë për fëmijën e vet. Dhe mos t'i zhvarri shpresat. E vetmja ndihmë që duhet t'i japi prindi fëmijës për të rritur fëmijën e vet, është ndihma e parë që s'di t'i japi këshilla me zë. Pra ta ndihmoj me zë se si, t'i japi këshilla se si të kujdeset për fëmijë, sepse normalisht një nënë e re nuk dit për kujdeset dhe ta mësoj, por jo t'ja lëri mamas, t'ja ushqej mamaja, t'ja shoj shkollë mamaja, t'ja sjelli mamaja, e po I bie mamaja të bëhet prind prap, sepse është e njëjta gjë. Ti po bësh prind prap, por në atë moshë që ke nuk bësh dot prind. Dhe prandaj ju bëj thirrje të gjitha nuseve, djemve, vajzave, mos I shfrytëzoni prindrit tuaj për t'ju rritur fëmijët. Fëmijët I keni sjell vetë në jetë dhe duhet përkujdeseni vetë në jetë. Ndaç punoni, ndaç mos. Nëse s'keni mundësi të përkujdeseni për fëmijët tuaj vetë, mos I bëni fare. Mos I vani shpresat e prindrit, mos I shfrytëzoni prindrit, sepse ato kot nuk kanë dalë në pension, ka moshë, shteti përcakton moshën e pensionit. Pra, ai del në pension se s'ka mundësi të përkujdeset për askënd. Pra, del pension se po kishte mundësi ai do punonte dhe do merrte rrogën dhe do jetonte normalisht. Por duke qenë që Zoti e ka bërë ciklin e jetës kështu, ju mos I shfrytëzoni. Pra, fëmijën tuaj rriteni vetë. Nëse gjyshja kanë dëshirë për të ndejtë 5 minuta me fëmijën tuaj, okay, por jo ta ushqejnë fëmijën tuaj, jo ta veshin, jo t'i ndrojnë bebilinat, jo t'i vënë në gjumë, jo të bëjnë rolin e prindit. Që roli I prindit I takon prindit dhe jo gjyshërve. Mos I shfrytëzoni pleq, sepse unë nuk jam as për shfrytëzimin për që pleq të shfrytëzojnë nuset e djemve dhe fëmijët, por nuk jam as për që nuset djemt vajzat të shfrytëzojnë prindrit e vet, sepse po e vëre shumë këtë gjë që pleq po shfrytëzohen. Blini komente çfarë mendimi keni.